Një denoncimi një gjyshje në qytetin mbregdetar të Durrësit se ishnusja kishte lënë vetëm 3 fëmijët e saj të mitur në pallatin ku banonte ka vënë në alarm autoritetet shtetërore. 3 fëmijët e mitur janë gjetur vetëm brenda në banezë në kushte as pak higjienike, duke u dërguar në spital për ekzaminime pasi siç pretendonte gjyshja kishin 3 ditë pa ngrënë. 33 vjeçaria ishte divorcuar dhe prej kohësh dyshohet se kishte një konflikt me ish-vjerën për kujdestarinë e fëmijëve. Nëna shprehet se ishte divorcuar prej 5 vitesh dhe se babai i fëmijëve që jetonte në Itali vetëm pasi ka dalë nga burgu ka nisur të dërgoj 18.000 lekë për fëmijët, shumë e cila sipas saj është pa mjaftueshme për të përballuar jetesën dhe për këtë arsye punon si banakiere, punë nga e cila paguhet vetëm 40.000 lekë në muaj. Thjesht vetëm me dashurinë, domethënë që kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjysh, e ke një nënë, e ke. Si është marrëdhënia jote me vjerën edhe me ish-burrin? Unë tani me ata nuk e kam kontakte. Nuk e kontakte? Nuk e se kam pas kontakte të vazhdueshëm. Të kanë ndihmuar për fëmijët? Që moment që këta në burgu, më ka pas nisë, domethënë këto mujt e fundit nisi lekë që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Kur 180.000 lekë se do bëj unë, që se unë do rrinë shtëpisë të 14 fëmijët. Po si është situata, domethënë 300.000 lekë kam qira. 300.000 lekë qira. Po. Ku punon? Punoj tek një lokal te rruga Muzeumit në Durrës. Ke rruga Muzeumit në Durrës. Po për sa i përket gjendjes më përpara, qoftë me bashkëshortin, qoftë me fëmijët, pse fëmijët nuk kanë qenë në shkollë, sepse u tha që fëmijët kanë një muaj që nuk i kanë në shkollë. Fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor te shkolla. Te shkolla, domethënë është çuar raporti në që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushime te shkollës, ndonëse dish domethënë që kohën që kanë qenë pas marrë pushime, fëmijët kanë qenë pushim, kanë çuar raportin mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi vënë shkolla në tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ka ndodhur mbytyje. Po. Nëse kemi parë domethënë që atë moment në rruga jonë ka qenë e bllokuar. Po. Të rreshëm. Edhe në atë moment domethënë e marr pushim prap, domethënë sot e sa ditë pallati im është jo vetëm uji, por gjithë pallati im është pa ujë, e pa drita. Pas ekzaminimeve të kryer në spitalin e Durrësit ka rezultuar se fëmijët janë infektuar me zgjebe dhe për këtë arsye dyshohet se ëma nuk i ka dërguar as në shkollë që prej muajit nëntor. Mësohet se 3 fëmijët janë të izoluar në një dhomë të spitalit bashkë me nënën me qëllim që të mos kontaminojnë ambientet dhe të përhapet tek fëmijët e pediatrisë. Shërbimi social ka deklaruar se fëmijët kanë që në fund të muajit nëntor që nuk e frekuentojnë shkollën, veç shkolla është interesuar dhe janë vënë në dieni për vështirësitë ekonomike të familjes. Në këtë kuadër situata ishte referuar shërbimit social në bashki. Këta të fundit kanë thirrur nënën e 3 fëmijëve ku i kanë ofruar ndihmë. Ndihma konsistonte në gjetjen në një punë me orar 8 me 16, si dhe mbulimin e asistencës së fëmijëve në këtë fashë orari. Nëna e të miturve nuk e ka pranuar këtë ndihmë duke thënë se i del vetë për zot vetes dhe fëmijëve të saj. Për këtë arsye shërbimi social thotë se ka dokumentuar refuzimin e saj me firmë.